Mirëmëngjes, nderuar ministër, nderuar kolegë, siç do vit sot Këshilli i Ministrave përmes Ministrit të Drejtësisë do të përcjell për sistemin e prokurorisë rekomandimet vjetore në luftën ndaj kriminalitetit. Fillimisht do t'ja fjalën ministrit Gogu për fjalën e tij dhe më pas do të diskutoj, do të vijoj me fjalët e të ftuarve të tjerë. Mirëmëngjes, nderuar prokuror i përgjithshëm, i nderuar prokuror drejtues i strukturës posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të nderuar prokuror pranë prokurorisë përgjithshme, drejtues të zyrave të prokurorisë, nderuar pranishëm. Shqipëria ka ndërtuar standardin evropian të drejtësisë prej gati një dekadë pune. Kemi reformuar së bashku institucione, kemi rivlerësuar magjistrat dhe kemi ngritur organe të reja të pavarura. Miratimi i raportit të piketave të ndërmjetme dhe nisja e mbylljes së negociatave për grup kapitullin e parë, themeloret, nuk janë piknisje. Unë besoj që janë konfirmimi se drejtimi ka qenë i dur dhe rezultatet janë reale. Pozicioni negociues që Bashkimi Evropian ka miratuar pas raportit, ajo që në të gjithë Shqipërinë njifet si i pari, pra raporti piketave të ndërmjetme, përmban ato piketa përmbyllse që për kapitullin 23 dhe 24 nuk janë më dëshira politike, por janë kriteret të matshme, me afate dhe me mekanizma verifikimi. Dhe ky dokument nuk na vendos më në një pozicion pritës Shqipërinë. Na vendos në një pozicion ndërtimi. Së bashku ndërtojmë rezultatin, së bashku e dokumentojmë atë, së bashku propozojmë edhe skemën e matjes. Komisioni Evropian e vlerëson, ama materialin e vlerësimit e çojmë ne. Rekomandimet prioritare që ne miratuam në qeveri më 13 maj janë instrument kryesor i këtij ndërtimi. Në takimin sotëm, unë nuk e çmoj si një formalitet protokollar, por besoj që është dialogu institucional që tregon se si funksionon bashkëpunimi midis politikës penale të shtetit dhe organeve të pavarura të drejtësisë. Pa konfuzion kompetencash, pa ndërhyrje procedurale, por me respekt të plot të mandateve kushtetuese. Shumë shkurt të doja të flisja për atë që unë e quaj inovacion strukturor që kemi kësaj radhe, ku matja kthehet në një normë. Në këtë vit ne shënojmë një ndryshim cilësor, për sa i përket natyrës së rekomandimeve, pasi kemi miratuar një metodologji në janar të këtij viti, i cili i kthen rekomandimet nga një akt orientues në një instrument vlerësimi, me tregues të matshëm, me burime verifikimi dhe me afate të qarta. Dhe kjo ka rëndësi të drejtë për negociatet. Bashkimi Evropian na e kërkon një mekanizëm monitorues të qëndrueshëm dhe multidisiplinar, dhe progresi të jetë i verifikueshëm. Dhe metodologjia jonë e brendshme e ofron pikërisht këtë gjë, dhe vlen për t'u theksuar që e kemi krijuar atë përpara se të na e kërkonte Bashkimi Evropian përmes piketave përmbyllse. Pra, e kemi propozuar ne mënyrën e matjes. Rekomandimet janë të strukturuara në 8 fusha, ashtu si dhe piketat përmbyllse të kapitulleve 23 dhe 24, pra sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut, lufta kundër kriminalitetit, integrimi dhe transparenca, eficienca dhe kapacitetet institucionale,
metodat bashkëkohore të hetimit, bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Dhe ky sinkronizim nuk është rastësi, është zgjedhje e ndërgjegjshme metodologjike. Tani për të qëndruar shumë pak se çfarë na thon shifrat e 25-s, për mua janë të rëndësishme sepse flasin për punën tuaj. Analiza e zbatimit të rekomandimeve të 25-s ka shërbyer si bazë për hartimin e rekomandimeve të 26-s. Dhe të dhënat e publikuara nga të dy institucionet tregojnë tendenca që meritojnë vëmendje. Nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, shifra e parë që tërheq vëmendje është 37% e procedimeve të reja të regjistruara janë kryesisht nga vetë SPAK. Ka një rritje prej gati 20%, për qenë të saktë 19.8% të krahasuar me 2024. Prokuroria që nisi hetimet me iniciativën e vet, me nismën e vet, është prokuroria proaktive dhe piketat përmbyllëse pikërisht këtë gjë kanë vendosur edhe si kërkesë. Çështjet e mbartura nga vitet 20-21 janë reduktuar me 78%, madje edhe para afatit që kishte vendosur vetë SPAK. Dhe Bashkimi Evropian reduktimin e backlogut e ka një përparësi dhe kriter specifik përmbyllës. Vlera e aseteve të sekuestruar e konfiskuar arrin rreth 33 milion euro, zyra e rikuperimit të aseteve ka nisur nga puna dhe ka qenë një nga kërkesat eksplicite të pozicionit negocius. Mbi 50% e zyrtarëve të lartë hetuar nga SPAK gjatë vitit 25 janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim, 10 prej tyre me vendim të formës prerë. Nga prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm, kemi 182 procedime korrupsioni të dërguara për gjykim, kemi një rritje prej gati 16%, 15.92 të saktë, krahasuar me 24. Kemi 387 procedime penale me hetime proaktive dhe përdorim të mjeteve të posaçme hetimore, dhe kemi kapacitetet e trajnimit që janë zgjeruar. Tashmë kemi 88 prokurorë dhe 35 oficerë policisë gjyqësore që kanë ndjekur trajnime të specializuara për hetimin e korrupsionit gjatë vitit 2025. I përmenda këto shifra jo si qëllim në vetvete, por si tregues të qartë të drejtimit në të cilën ka ecur shërbimi prokurorial, dhe rekomandimet e 26-s e orientojnë pikërisht të drejtim duke adresuar aty ku ka hapësira për përmirësim. Dhe kam parasysh këtu hetimet e nisura kryesisht në prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm, mbeten ende nën potencialin që kanë zyrat e prokurorisë. Hetimet financiare paralele kanë nevojë për intensifikim dhe konfiskimet përfundimtare kërkojnë një vëmendje të shtuar. Risit e 2026-s do doja që ti përmendja në 3 shtresa të karakterit strukturor. Janë fusha ku evoluimi i kriminalitetit dhe kërkesat e integrimit takohen dhe ndaj kanë veçuar. E para, evazioni fiskal si prioritet penal. Evazioni fiskal për të gjithë neve besoj që nuk është thjesht një çështje tatimore. Besoj që është një themel shtyllë e rendit ekonomik të vendit dhe konkurencës së ndershme. Kur biznesi i lishëm paguan tatime dhe ai pa lishëm jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Në pozicionin negocius të Bashkimit Evropian të miratuar, theksohet qartë që informaliteti i lartë ekonomik dhe dobësitë e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë së tregut. Rekomandimet e 2026-s e trajtojnë evazionin fiskal si prioritet penal, mbrojtje të interesit financiar të shtetit dhe garantim të konkurencës së ndershme. Ndaj, kjo do të kërkonte edhe intensifikimin e hetimeve nga prokurorit, hetimet proaktive dhe bashkëpunim ndërinstitucional të strukturuar. E dyta, krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Juve jeni dëshmitar sepse jeni luftëtarët e ballit të luftës ku
keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakontë. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastrukturat publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë juridiksione. Ndaj në rekomandimet e 2026-s, kërkojmë ngritjen e njësive specializuara brenda prokurorisë, investime teknologjike dhe trajnime të vazhdueshme. Në pozicionin negociues, Komisioni Evropian vendos aksesin të protokollit 2 shtesë i Konventës së Budapestit, si detyrim konkret dhe kapacitetet hetimore janë kusht paraprak të këtij aksesi. E treta, kriminaliteti rrugor. Drejtimi në gjendje dehur, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejt për drejt e siguria publike dhe të jeta e qytetarëve, gjithë cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar. Ndaj në rekomandimet e 2026-s, nevojitet të trajtohet me fokus të shtuar. Diversifikim të hetimeve dhe ndjekjes penale, rritje të cilësisë hetimore, por mbi të gjitha dhe forcim bashkëpunimeve me policinë e shtetit. Është një fushë ku ju dhe policia e ndani barën dhe ku rezultatet janë të dukshme menjëherë nga qytetarët. Prioritetet e tjera mbeten konstante dhe për mos tu zgjatur nuk po i përmend ato, janë prioritetet që ne i kemi pasur dhe në 2025-ën, siç i përmenda pak më parë, hetimet financiare paralele, në momentin që ju filloni hetimin ndaj krimit organizuar apo krimit normal, duhet fillojnë dhe hetimet financiare, rritja e konfiskimeve përfundimtare, hetimet proaktive, drejtësia për të miturit, bashkëpunimi ndërkombëtar me Europol, hetimi i dhunës dhe intimitimit fizik ndaj profesionistëve të medias. 2 fjalë për bashkëpunimin institucional, sepse dua të jemi qartë që mandatet tona janë të ndara në rolin e Ministrit Drejtësisë në këtë proces. Qartësia institucionale neve na ndihmon sepse është vetë thelbi i shtetit të së drejtës. Ne, si Ministri Drejtësie, hartojmë politika penale të shtetit, vendosim mbi rekomandimet bazë duke analizuar të dhëna solide dhe dëshmit, pra evidencat, ofrojmë kuadrin ligjor dhe metodologjin e vlerësimit, sigurojmë koordinim ndërinstitucional që do ta forcojmë dhe vazhdojmë të raportojmë përpara Parlamentit, përpara Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian, por mbi të gjitha përpara qytetarëve shqiptar për rezultatet e sistemit. Ky është mandati. Ndërkohë të nderuar drejtues të prokurorive, i nderuar prokurori i përgjithshëm, ju vazhdoni të zbatoni mandatin tuaj kushtetues në pavarësi të plot procedurale. Rekomandimet tona nuk janë direktiva, janë orientimet të politikave penale të shtetit të formuluara siç thash më sipër mbi bazë analize dhe mbi bazë evidencash. Ndërkohë, pozicioni negociues që Bashkimi Evropian ka miratuar, ka shprehur shqetësimin për ndërhyrje të palishme në institucione të drejtësisë apo ndërhyrje të tepruara. Dua t'ju siguroj që Ministria e Drejtësisë do të qëndrojë tërësisht në respekt të kësaj ndarje dhe jo si detyrim i caktuar për së jashtme, por si bindje institucionale e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe bashkëpunimi sotëm është një shembull konkret, një tryeze përbashkët pa konfuzuar, pa ngatruar kompetencat. Në fund fare, duhet ta mbyll duke folur për rezultatet si një kontribut kombëtar. Piketat përmbyllëse nuk i mbyllim dot me deklarata, qoftë edhe të Ministrit Drejtësisë, i mbyllim me rezultat të qëndrueshëm, të dokumentuar, të verifikueshëm. Dhe rezultati nuk ndërtohet as nga Komisioni Evropian, as nga dikush tjetër, ndërtohet nga institucionet shqiptare të drejtësisë, me punën e përditshme. Çdo procedim i nisur kryesisht nga prokuroria, çdo konfiskim aseti kriminal, çdo hetim financiar paralel i hapur që në ditën e parë të procedimit, çdo bashkëpunim ndërkombëtar i suksesshëm
çdo njeri prej tyre është tu e kësaj ngrehime. Dhe rekomandimet e 26 janë thjesht një skic e ndërtimit, metodologjia e vlerësimit është sistemi matës, ndërkohë që juve në punën tuaj jeni ata që ngrini këtë ndërtesë. Shqipëria, e theksoj, nuk është vend që pret të integrohet. Është vend që ndërton standardin europian për ditë në jetën e përditshme të institucioneve tona dhe me shpresë me shërbimin që ofrojmë qytetarëve tanë. Nuk është retorik, por është zgjedhje qeverise për secilin nga ne që drejton institucionet përkatëse dhe rekomandimet e sotme janë pjesë e kësaj zgjedhje. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Përpara se të jap fjalën edhe drejtuesit të prokurorisë posaçme, do të thoja të jepja disa konsiderata në lidhje me këtë proces. Në përgjithësi, çdo vit dhënia e rekomandimeve nga ana e Këshillit të Ministrave është vlerësuar me një seriozitet maksimal nga sistemi i prokurorisë, pasi në thelb ky përbën një mekanizëm ndërveprimi mes institucioneve në drejtim të angazhimit institucional në luftë ndaj fenomeneve kriminale. Pa këto pak mekanizëm do të ishte e pamundur që të kishte një koordinim të mirë të luftës të gjitha agjencive ligjpatuese punës tyre në goditjen e krimit. Ndaj, si çdo vit, këto rekomandime janë përcjellë tashmë prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm. Ashtu si dhe do të përsat, pse këtë vit ka një ndryshim në fakt tërësor të metodologjisë se si janë hartuar këto rekomandime, dhe mirë kuptojmë faktin që këto janë harmonizuar me nevojët që ka procesi integrimi. Në këtë kuptim ky do të përbëjë një angazhim më tepër për ne, do të jetë një sfidë edhe më e madhe, sepse duhet përshtas planin tonë të veprimit me kërkesat që ka procesi integrimit, edhe pse deri tani ju siguroj që prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm kanë qenë një kontribues serioz në të gjitha hapat që lidhen me këtë proces. Dhe në këtë kuadër, nisur edhe nga ajo që u thatë se përket asaj se çfarë është arritur nga prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm, unë do doja të shtoja 2 ose 3 element, pikërisht në drejtim të kuptimit të atyre që janë dhe prioritetet kombëtare dhe që lidhen tërësisht dhe janë thelbësore për procesin e integrimit. Ne kemi vënë si prioritet institucional prej vitesh tashmë çështjet që lidhen me pastrimin e produkteve dhe veprave penale, dhe viti 2025 ka qenë viti më i mirë që kemi pasur, po themi që kur kjo çështje u shndërrua në prioritet, edhe në kuptim të procesit të integrimit, por edhe të proceseve të tjera. Kështu që është një çështje që mendoj meriton vlerësim për arritjet nga ana e prokurorëve. Së dyti, lidhet me hetimet financiar, me goditjen e aseteve kriminale, më duhet ta theksoj, edhe pse kjo ka shkuar shpesh pa u vënë re, nuk e di arsyet, prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm kanë arritur në 2024 të sekuestrojnë mbi 60 milion euro asete, dhe në vitin 2025 mbi 40 milion euro. Pra në 2 vitet e fundit, vetëm prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm kanë sekuestruar mbi 100 milion euro asete me origjinë kriminale. Kjo tregon që me gjithë vështirësitë që këto prokurori kanë, pasi funksionojnë me pothuajse 50-60% të kapaciteteve deri para 1 viti ose 2 vitesh, kanë arritur që të organizojnë punën duke prioritet atyre dhe që janë çështje më të rëndësishme. Pra, kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi. Sa i përket atyre që janë edhe nevojat për të koordinuar më mirë gjatë vitit 2026, prioritetet që lidhen me evazionin fiskal apo krimin kibernetik, duhet shtoj këtu që këto lidhen pasgjithshmërisht me kontributet dhe nga agjencitë e tjera, të cilat janë të specializuara, sidomos sa i përket evazionit fiskal. Kjo kërkon një punë cilësore nga administrata tatimore, po dhe nga çdo strukturë, mekanizëm tjetër e qeverisë, në mënyrë për që ndërveprimi institucional të sjellë edhe ato rezultatet e dëshiruara. Sa i përket krimit kibernetik,
vlerësojmë që mbetet një sfidë plotësimi strukturave të prokurorive me prokuror të rinj, paktën 2-3 vitet e ardhshme. Besoj do të krijojë dhe mundësinë dhe hapësirat që nga ana e prokurorive, sidomos prokurorive të mëdha, të krijohet mundësia për krijimin e strukturave njësive të specializuara brenda tyre për ndjekjen me profesionalizëm të krimit kibernetik. Pra janë çështje të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën. Megjithatë, duke shkuar tek pika e fundit që ka të bëjë me bashkëpunimin institucional, unë duhet ta vlerësoj në fakt bashkëpunimin tonë të deritanishëm, shoh një frym shumë konstruktive në raportet që ministri ka ndërtuar me institucionet e drejtësisë. Kemi pasur mundësinë këtë ta diskutojmë edhe në një takim të mëparshëm. Mendoj që ka potencial për të përmirësuar dhe më tej dhe besoj që ka një rol, unë ua thash edhe në takimin që patëm pak më parë ministër, ka një mundësi për një shtim të rolit të ministrit drejtësisë për të lehtësuar ndërveprimin mes institucioneve të drejtësisë me njëra tjetrën dhe ekzekutivit nga ana tjetër. Mendoj që është një mekanizëm që do duhet të përmirësohet. Besoj që nga ana juaj është shfaqur, le të themi, vullneti për të ndjekur, për të pasur këtë qëndrim të ardhmen dhe nga ana jonë do të kontribuohet pozitivisht në çdo nismë tuaj sa i përket të përmirësimit të këtij mekanizmi. Pak a shumë këto ishin ato që unë doja të thoja në lidhje me rekomandimet vjetore. Tani do duhet e kaloj fjalën drejtuesit të prokurorisë posaçme, Klodian Bravo. Faleminderit, nderuar zoti ministër, nderuar zoti prokuror i përgjithshëm, nderuar kolegë. Këtë takim ka rëndësi të veçantë institucionale sepse krijon një hapësirë të nevojshme komunikimi nëpërmjet institucioneve që brenda kompetencave të veta kushtetuese dhe ligjore kanë secili përgjegjësi në forcimin e shtetit të së drejtës. Nga këndvështrimi i prokurorisë posaçme, këto rekomandime do të analizohen me seriozitet dhe përgjegjësi të plotë brenda institucionit. Ne do të shqyrtojmë ato në raport me kompetencat ligjore të SPAK-ut, në raport me kronizën tonë strategjike, me nevojat konkrete të hetimit dhe ndjekjes penale si dhe në standardet procedurale. Për SPAK-un, viti 2026 do jetë një vit i konsolidimit të mëtejshëm i institucional. Gjatë viteve të fundit, prokuroria e posaçme është përballur me kërkesë pune gjithnjë edhe më të madhe, me çështje më komplekse, me pritshmëri më të larta publike dhe me forma kriminaliteti që ndryshojnë shpejt. Korrupsioni i nivelit të lartë, krimi organizuar, pastrimi i parave, kriptovalutat, komunikimet e kriptuara kërkojnë një përgjigje institucionale më të specializuar, më teknike dhe më të qëndrueshme. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk mund të kufizohet vetëm te ndjekja e autorëve individual. Ajo duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që burojnë nga veprimtaria kriminale. Për këtë arsye, timi financiar dhe i pasuror do të vijojnë të jetë pjesë thelbësore të punës sonë. Po ashtu, SPAK do të vijojë të forcojë qasjen proaktive në hetim. Krimi organizuar nuk pret të referohet, ai duhet identifikuar, analizuar dhe goditur përmes inteligjencës kriminale, analizës financiare, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përdorimit të mjeteve moderne hetimore. Kjo kërkon prokuror të specializuar, hetues të përgatitur, analist financiar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin dhe analizimin e informacionit. Përmirësimi institucional nuk është vetëm çështje vullneti, vullneti është i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm. Hetimet moderne kërkojnë burime njerëzore të mjaftueshme, teknologji, infrastrukturë të sigurt, trajnime, akses në databaza, kapacitete analitike e mbështetje buxhetore të përshtatshme. Për këtë arsye, krahas angazhimit të brendshëm të SPAK-ut për të përmirësuar këto nivele, është e rëndësishme që sfidat e reja të shoqërohen dhe me mbështetje konkrete buxhetore dhe institucionale. Kjo mbështetje nuk duhet parë si një privilegj institucional, por si investim në aftësitë e institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe pastrimin e parave në mënyrë sa më efektive.
SPAK është i vetëdijshëm se çdo burim shtesë duhet shoqërohet me përgjegjëshmëri më të lartë, me përdorim racional të kapaciteteve dhe me rezultate të mashme. Prandaj, analiza e rekomandimeve të shërbej edhe për të identifikuar se cilat masa mund të merren menjëherë me burimet ekzistuese, cilat kërkojnë përmirësim të praktikave të brendshme, cilat kërkojnë akte rregullatore apo organizative dhe cilat kërkojnë mbështetje shtesë financiare, teknike apo njerëzore. Një tjetër aspekt që më tonë vëmendje është drejtësia procedurale e hetimit. Një institucion i fortë nuk matet vetëm nga numri i çështjeve, por edhe nga mënyra se si respektohen garancitë procedurale, si respektohen aktet, si respektohet parimi i proporcionalitetit të masave, si mbrojnë dhënat personale, si ruhet sekreti timor dhe si garantohet e drejta e proces të rregullt. SPAK synon të jetë institucion i vendosur, por edhe i kujdesshëm, i pavarur, por edhe llogaridhënës, transparent ndaj publikut, por pa cënuar hetimin, i hapur për bashkëpunim, por i qartë në kufijtë e kompetencës së vet. Kjo është mënyrë vetme për të forcuar jo vetëm efektivitetin, por edhe legitimitetin publik të punës sonë. Në këtë kuadër, rekomandimet që lidhen me integritetin, etikën, standardizimin e praktikave, menaxhimin e çështjeve dhe rritjen e transparencës institucionale do të trajtohen me vëmendje të posaçme. Bashkëpunimi ndërkombëtar mbetet gjithashtu një shtyllë e domosdoshme. Shumë nga çështjet që trajton SPAK-u kanë element ndërkufitar, prova jashtëvendit, pasuri transferuar në jurisdikcione të huaja, grupe kriminale që veprojnë në disa shtete apo lidhje me tregje kriminale ndërkombëtare. Për këtë arsye, rritja e kapaciteteve për letërporosi, ekstradime, skuadra bashkë timore dhe bashkëpunim me atë partnerë është një prioritet praktik dhe jo thjesht formal. Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi me Prokurorinë e Përgjithshme, me Policinë e Shtetit, me agjencitë e tjera ligjzbatuese, me institucione financiare dhe me institucione të tjera publike, duhet zhvillohet në bazën e roleve të qarta, shkëmbimit të lishëm të informacionit dhe përgjegjësisë së mbështetjes. Lufta kundër kriminalitetit kompleks nuk mund të jetë punë e një institucioni të vetëm. Ajo kërkon një arkitekturë funksionale e institucionesh që bashkëpunojnë pa cënuar pavarësinë e njëra tjetrës. SPAK do qaset rekomandimeve me seriozitet institucional. Ne do të bëjmë analizën tonë të brendshme, do të identifikojmë masat që lidhen dhe për drejt me veprarin tonë, do të vlerësojmë nevojat për përmirësim dhe do të ndërmarrim hapat e nevojshme brenda kompetencave tona. Dëshiroj të rikonfirmoj se Prokuria e Posaçme mbetet e angazhuar për të forcuar më tej cilësinë e hetimeve, përdorimin e metodave moderne, hetimin financiar, bashkëpunimin ndërkombëtar, integritetin institucional dhe respektimin e drejtave procedurale. Këto nuk janë objektiva të ndara nga njëra tjetra, ato janë pjesë e të njëjtës qasje, një drejtësi penale efektive e pavarur, profesionale dhe besueshme. Në përfundim falenderoj Prokurorin e Përgjithshëm dhe Ministrin e Drejtësisë për këtë takim. SPAK vlerëson dialogun institucional dhe do të kontribuojë në këtë proces me seriozitet, maturi dhe përgjegjësi. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por dhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të madhshme. Faleminderit. Faleminderit zoti Brau, nëse s'ka diçka tjetër për të thënë, atëherë falenderoj për prezencën sot ju ministër, për sjelljen e rekomandimeve prioritare në luftën ndaj kriminalitetit. Sërish do të përsëris vlerësimin tonë maksimal për ndjekjen e këtyre rekomandimeve me seriozitet nga gjithë strukturat e prokurorisë. Dhe së fundit do të falenderoj dhe prezencën e medias, që si çdo vit kushtoi vëmendjen e këtij procesi shumë të rëndësishëm të ndërveprimeve